Anila Aliu, pianistja shqiptare nga Kosova, triumfon në konkurse ndërkombëtare. Bëhet fjalë për pianisten 23 vjeçare nga Kosova, e cila po shkëlqen në skenën ndërkombëtare të muzikës klasike, duke fituar disa nga çmimet më prestigjioze në konkurse globale. Së fundmi ajo u shpall fituese e çmimit kryesor në një konkurs të nivelit të lartë në Tajland, ku konkuruan pianistë nga e gjithë bota. Ky sukses është rezultati i punës shumë vjeçare dhe kalimit të disa raundeve të vështira që nga viti 2020. Konkurenca ishte jashtëzakonisht e fortë, me pjesëmarrës nga të gjitha moshat dhe vendet të ndryshme, por fal përkushtimit arrita të triumfoj, tregoi Anila. Pianistja shqiptare ka ndarë gjithashtu lajmin për çmimin e fituar më parë në Beograd, duke theksuar se në muzikën klasike nuk ka rëndësi prejardhja, por vetëm talenti dhe ajo që ti ofron në skenë. Suksesi im më bën të ndihem e vlerësuar si artiste, sepse në këtë botë nuk ka rëndësi se nga vjen, por çfarë duron me performancën tënde, tha Aliu duke reflektuar për përpjekjet dhe pasionin që e kanë çuar deri në skenat më të mëdha ndërkombëtare. Anila Aliu vazhdon të jetë një shembull frymëzimi për artistët e rinj shqiptar, duke treguar se talenti dhe përkushtimi mund të tejkalojnë çdo kufi dhe të vendosin emrin e Kosovës në artën e muzikës klasike botërore.